gjithmonë na mund me atë mendimin që duhet jemi sa më qetë, mos ta marrim me shumë presion të ndeshje, po besoj që jemi gjithë profesionistë, jemi gjithë të rritur dhe të maturuar që ta kuptojmë rëndësinë e ndeshjes. Gjithsesi ne e dimë që Serbia ka lojtarë të fortë, ka një skuadër fort, ne kemi luajtur dhe në kampionate kundër atyre disa lojtarëve që luajnë në Serie A si dhe jashtë Serie A. Dhe ato dinë për ne se jemi një skuadër që mund të luftojmë dhe mund të fitojmë këtë ndeshje. Elci, përshëndetje. Nuk do ty fare tek pjesa se çfarë përfaqëson një Shqipëri-Serbi, po sa të rëndësishme janë këto 3 pikë në llogaritë e përgjithshme të asaj që duhem të arrijmë për këto eliminatore të botrorit. Po, gjitha ndeshjet e grupit tonë janë të rëndësishme, po besoj si unë e di dhe gjithë e dim që kjo është një ndeshje direkte për ne, sepse mund të jenë kundërshtarë që mund të luftojmë dhe mund të kemi diçka më shumë se ata, sepse e dim gjithë që Anglia është një skuadër shumë e fortë, që nëse fiton ose barazon mund të jenë një mrekulli, po kundër Serbisë besoj që mund të luajmë letrat tona, mund të luajmë shumë mirë dhe mund kemi shumë mundësi për ta fituar ndeshjen. Këto ishin pyetjet për Hysaj, tani vazhdojmë me pyetjet për Laçin. Laçi, përshëndetje. Serbia shihet në letër si kundërshtar pak më fort se sa ne, paktën dhe nga kuotimet. A është ky një avantazh për ne, pra që rikthehemi të jemi jo